Përshëndetje miq, në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, sot kam ftuar kandidatin e qarkut Korç, zotin Gent Çela, që përfaqëson Pogradecin në fakt, është pogradecar, dhe ne do bëjmë një bisedë rreth rrugtimit tënd jetësor. Gent, faleminderit që erdhe në Elevate. Faleminderit shumë për ftesën, për gëzimin shumë për gjetjen dhe shpresoj që të jetë në vimësi edhe për te në fushatës elektorale. Po, patjetër. Kam gjetur dhe unë këtë mënyrë për të dhënë kontributin tim pak më ndryshe ndoshta për këtë fushat. Dhe ka qenë interesant sepse jo të gjithë kandidatët njihen për te qytetit ose qarkut të tyre, kështu që edhe ata që demokratë që na ndjekin pse jo të kuptojnë më shumë rreth rrugtimit të tyre. Ti në fakt ke lindur, je rritur në Pogradec, vazhdon të jetosh në Pogradec. Njëri që nuk është shkëputur asnjëherë nga qyteti. Pse kjo zgjedhje? Po se asnjëherë për veç viteve të studimit. Sepse fatkeqësisht e kam parë Pogradecin vazhdimisht të shpopullohet, të paket, të plaket, ashtu si shumë qytete të Shqipërisë në një përqindje shumë të madhe përveç Tiranës, ndoshta Durrësit, Mbase, por që dhe në këto dy qytete sigurisht që ka njerëz që kanë ikur, janë larguar këto vite të fundit. Ndërkohë që Pogradeci ka të gjitha shanset, të gjitha mundësitë, të gjitha resurset për të qenë një qytet ku të rinjtë do duhet të shohin si vendin nga ku duhet të kthehemi, ku duhet të jetojmë, duhet të krijojmë familjet tona, të rrisim fëmijët tanë aty. Ke dashur ti në një farë mënyrë të jesh një shembull për këtë apo thjesht ka qelluar nga fati dhe zgjedhjet e tua që ka qenë një lloj këmbgulje sepse mundësitë nuk është se kanë munguar për të jetuar edhe jashtë vendit, por patjetër që ndoshta njeriu lind në jetë për të bërë diçka, edhe kjo diçka mbase kjo diçka ime lidhet me të qëndruarit aty të bërit më të mirën për atë qytet. Absolutisht. Që në fakt jam i bindur që me pak dashuri për atë qytet, jam i sigurt që ai do ishte një mrekulli për të jetuar siç është në peizazh dhe që shpresoj shumë që të mbetet i tillë në këto kushte ku nuk ka shpëtuar dot as Pogradeci nga kjo mafia e betonit e cila vazhdon pastron parat, por që shpresoj shumë që të ndodh gjithçka që të mos dëmtohet ai qytet edhe më shumë. Po. Dhe Pogradeci në fakt ka një natyrë fantastike, të mrekullueshme, ku tani duket se jo vetëm gjatë fushatës, po edhe gjatë aktiviteteve të tjera, duket se antarët e Partisë Demokratike të Tiranës vinë atje dhe kalojnë edhe fundjavën, edhe vinë ju takojnë, edhe është kënaqësi në fakt të jesh në një qytet të qetë, mendoj. Por ti je shkëputur vetëm gjatë studimeve. Po më thoshe më herët që studimet i ke bërë 3 vjet në Strug dhe pastaj 2 vjet në Tiranë. Një zgjedhje për shkak të distancës kjo? Studimet për drejtësi desha. Kemi qenë një grup i mirë maturantësh ku na ka ardhur një ofertë për të studiuar fare pra në anën tjetër të liçenit, edhe këtu i pandar nga liçeni, nga qyteti pak, por nga liçeni jo. Një universitet ndërkombëtar atje ku njëra diplomë do të ishte vendas edhe tjetra amerikane. Një eksperiencë shumë e mirë, patjetër, me njohje nga bashkëdhetarët tanë të trevave të tjera të Kosovës, të Jalavien, të Maqedonisë të Veriut, pedagog nga Tirana, Prishtina, Shkupi, që patjetër kemi studiuar së bashku, por kemi njohur edhe më tepër çështjen shqiptare. Dhe aty patjetër që ajo ade dashuria të gjithëve së bashku ka prevaluar dhe ka qenë një eksperiencë për te studimeve shumë e mirë edhe në aspektin e njohjes të vetes, sepse fatkeqësisht Shqipëria është e kufizuar me veten e saj. Në veri, në jug, në lindje, perëndim, kudo gjën shqiptar. Edhe në perëndim, në anën tjetër gjën arbëresh në fakt. Por sigurisht që Kosova, si shtet sui generis, shqiptarët e Maqedonisë do duhet edhe sot në fakt. Na mungojnë mekanizmat për të qenë më të njësuar, më të bashkuar në çështje të caktuara. Dhe që fatkeqësisht vitet e fundit, sepse nuk do të bëj një bisedë politike, por fatkeqësisht vitet e fundit edhe nëpërmjet mini Schengenit kanë qenë mekanizma për t'u larguar njëri me tjetrin dhe për t'u bashkuar. Por shpresoj që dashuria për një tjetrin do të kalojë gjithë ato sinoret politike. Si ka qenë ndryshimi mes Strugës, studimeve në Strugë dhe në Tiranë? Ke ndjer atë ndryshimin e jetesës, ku e ke gjetur veten më shumë?
Ndoshta në Tiranë për shkak se po themi këtu mund të krijosh më shumë miqësi me të ngjashmit e tu, mund të ndash më shumë shqetësime, biseda, sepse në fundit është i njëjti shtet, është i njëjti vend, por patjetër që rreth rruga mbetet një lloj dashurie imja që do e kem gjithmonë me vete kudo që të jem, dhe sigurisht që Tirana është ai metropoli ynë me gjithë të këqijat e veta, por që patjetër i ngjan metropoli. E kishe menduar që do riktheheshen Pogradec apo kur erdhe në Tiranë? Gjithmonë e kam menduar që do kthehem në Pogradec. Nuk e di pse, e pa planifikuar, por gjithmonë e kam parë veten aty. Okej. Të pashkëputur edhe kur kam jetuar për pak muaj për te oqeanit. Mezi kam pritur, madje këto rrjete sociale ndonjëherë ta vështirësonin qëndrimin në Amerikë, fjalë vjen ndërkohë që sheh diku aty një foto me një liçen të mrekullueshëm që ti e ke larg dhe nuk mund ta shohësh dot në atë moment. Dhe në fakt ne mund ta përcaktojmë, po më thoshe pak më herët se po diskutonim edhe për misin tënde me Alfred Lelën, drejtorin e komunikimit të Partisë Demokratike, dhe për faktin që dhe unë dhe Fredi kemi jetuar në Amerikë, dhe ti po më thoje që edhe ty të ka dalë lotaria amerikane, dhe ke zgjedhur që të mos jetosh atje. Ka qenë një lloj ironie e fatit në kohën kur unë kam qenë shumë i angazhuar me rithemelimin, me foltoren e Partisë Demokratike. Jam zgjedhur si kryetari i degës të Partisë Demokratike në Pogradec dhe 2 javë më vonë, saktësisht 2 javë pak ditë më vonë, kam marrë përgjigjen se jam i përzgjedhur dhe lotarisë amerikane, ndërkohë që shumë të tjerë më thoshin, "Genti mos u angazho këtu, bëj kujdes, ju jeni në atë termin e famshëm non grata", dhe e përdori atë vizën amerikane pastaj si përgjigje, që nuk ka asnjë lidhje, Amerika nuk është kjo që mendoni ju. Dhe koha në një farë forme na ka dhënë të drejtë, por kam qenë 2 herë në SBA, kam marrë eksperiencën time atje, sadopak të vyer patjetër. Pra, ti e fitove llotarinë në atë periudhën që sapo isha zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike në Pogradec. Dakor. Por në fakt i kisha aplikuar për këtë. Pra, ti e kishe menduar jetën gjatë, gjithsesi. Domethënë, njeriu kërkon her pas here diçka tjetër, diçka të re, një gjë ndryshe. Dhe në fakt shqiptarëve un kam përshtypjen që është bërë një lloj tradite e përvitshme. Edhe në bazë të dhënave të ambasadës tonë, të ambasadës amerikane në Tiranë, 200 e ca mijë shqiptarë aplikojnë çdo vit për, edhe unë jam një nga ta. Fatmirësisht jam një prej të përzgjedhurve, krejt rastësisht, kuptoj. Vazhdojnë të aplikojnë 200 e ca mijë shqiptarë? Vazhdojnë. Edhe kjo në fakt është një tregues tjetër i dëshirës së shqiptarëve për të ikur, po. Ka do duhet tjetër të ndryshoj. Por ti, kur je gjendur në Amerikë, gjithmonë ke menduar për Pogradecin dhe liçenin e Pogradecit. Të gjithë ditët e mia atje. Okej. Sa për zotin Leila që u përmend këtu, Fredin, edhe pa e njohur asnjëherë, pa e takuar asnjëherë në sajt të shkrimeve të tij, sajt të mënyrës se si ai di ta përdor gjuhën shqipe në një mënyrë krejtësisht poetike edhe kur shkruan publicistik. Kemi qenë me të miq edhe pa e njohur njëri tjetrin dhe kanë qenë lloj mentori pa djenin e tij. Nuk e di për të shkruar edhe unë pas herë ndonjë artikull publicistik, sigurisht. Dhe në fakt për të patur të njëjtat të prafërt ta shihet letrar, sigurisht për shkrimtar të preferuar të njëjtë në fakt, mund të jetë Borges, që ai e ka edhe unë, fakt, shumë të dashur për mua. Shkrimtarët Whitman, tek shtëpia e cilit kam pasur fatin të ta vizitoj për këtë besoj do të më ketë shumë nxili në Shtetet e Bashkuara, që është në fakt babai i letërsis amerikane, i poezisë amerikane, dhe që në fakt ka një poezi që ai ja kushton presidentit Lincoln, kapiteni im, my captain, por sa e lexoj nuk e di pse, kapiteni im në politikë sigurisht që personi tek i cili besoj me një besim të pa tundur asnjëherë është dhe më ngjan, më sjell ajo poezi ndërmend zotin Berisha, por është çështje perceptimi. Tani do ta lexoj edhe unë këtë poezi, se më bëre kurioze, po në fakt e përmenda, ti e ke pasion letërsinë edhe leximin, ky pasion të shoqëruar nga babai, më ke thënë. Raporti me librat. Okej. I cili ka qenë mësues në Pogradec,
Por ti pastaj ke zgjedhur edhe ta zgjerosh pak më shumë edhe duke shkruar edhe vetë, edhe duke botuar edhe shkrimet e tua, apo jo? Dikush thot Bukovski, në mund të gaboj. Të shkruarit është raporti mes meje dhe pamundësi. Dhe për sa kohë në dorë kemi vetëm të shprehemi, të flasim, të komunikojmë me sa më shumë njerëz, sigurisht me të ngjashmit tanë, në pamundësi për të ndryshuar diçka thelbësore, na mbetet të shkruarit si një çlirim. Dhe patjetër që kështu e shoh edhe unë, megjithëse vitet e fundit për shkak të angazhimit, kandidimit gjithashtu, raporti me të shkruarit është thunguar disi. Shpresoj shumë që të rikthehem sa më shpejt. Përveç kohës ku ndoshta në fund të ditës të ngarkuar në këto ditë të kandidimit, gjeja të 2 minutën tim për të lexuar apo rilexuar një poezi thjesht për të shkëputur sadopak. Një poezi. Po pse poezi? Fakt të gjitha kanë atë periudhën e tyre të kohës kur i fokusohen poezisë. Unë nuk jam një lexues i përhershëm i poezisë apo i çdo ditëshëm në një masë të madhe të kohës, pra një libër në ditë kam lexuar dikur poezi nga autorë të ndryshëm, shqiptar kemi shumë të mirë, poet fantastik në Shqipëri të poezisë shqipe, por atë 2 minutën tim të ditës për të shkëputur sadopak nga. Pra ndjen një lloj paqeje kur lexon? Një lloj paqeje, një lloj çlirimi nga ato energjitë pozitive ose negative të ditës, nga gjithë angazhimi, takimet me persona të ndryshëm, sigurisht që është një oazë i vogël dhe ajo poezia vetme që mund të lexoj në 24 orëshin tim të ditës. Po, patjetër. Dhe në fakt, po e diskutonim edhe punën e shkrimit edhe një lidhje që gjetëm edhe me Atzef Plumin, të cilin ti e pëlqen edhe e ke lexuar edhe po diskutonim pastaj për lidhjen tënde me Partinë Demokratike dhe po më thoshe që gjyshja jote ka qenë e persekutuar. Dhe kishte edhe një lidhje me Atzef Plumin në këtë rast, lidhje që e kryuam ne. Po nëse mund ta shtjellosh pak. Domethënë, familja e gjyshes time ka qenë e persekutuar. Janë degdisur në fshatra të ndryshëm të zonës më të thellë të Pogradecit. Edhe në kohën kur ata kanë qenë në punë dhe punonin ato kooperativat e ndryshme të Pogradecit, ka pasur, po themi nga këta të shokët e partisë të dikushme që nuk i linin as të ushqeshin atë vaktën e tyre të drekës. Në kohën kur ata si besimtarë në fakt, por që nuk u lejojnë atë kohë, ishin në kohën e tyre të agjerimit, dikush shkonte patjetër dhe i provokonte për të ngrënë apo të pirë diçka. Dhe sot në ato pak biseda që unë mund të kem me gjyshën time për këto tema të caktuara, asnjëherë nuk kam parë tek ajo apo tek këta fëmijë vetë asnjë shenjë, asnjë gjurmë urrëtie të mbetur edhe për atë sistem. Gjithmonë gjendet aty për aty një lloj justifikimi se kështu ishte koha, nuk ishin faj ata, ishin të detyruar edhe ata. Pse mendojnë që kjo është? Pse mendojnë që është kështu? Sepse njerëz të fithëm, çfarëdo lloj gjëje që tu ndodh në jetë, asnjë parti, sidomos ajo e punës, nuk ka mundur dot që ti mbush me urrëtie. Nuk ka mundur dot ti deformoj karakterin, shpirtin me të gjitha. Dhe sigurisht që vonë kam lexuar pastaj Atzef Plumin, me rron vetëm për me tregue, por edhe vepra të tjera të Atzef Plumit, i cili në fund të gjithçka e kupton që njeriu do të mbetet ai që është, pavarësisht viteve të burgut, torturave të ndryshme, dhe ditë një episod tjetër të thënë nga një peshkës, në fakt, një pas burgosit të Atzefit, rastis në një bar kafe me Ramiz Alin, ai shtanget në fakt, kur është në të njëjtin ambient, dhe ky i thotë që Ramiz ne kemi kaluar jetën tonë, çka ka ndodhur, asnjë problem, të uroj shëndet, gjithë të mirë. Çka unë vetë dyshoj shumë që do e bëja, dyshoj shumë që do isha aq i paqët me persekutorët e mundshëm, por fatmirësisht Shqipëria nëse ka një sot shpresë, ka shpresë nga njerëz të tillë, modele të ngjashme. Absolutisht. Ka shpresë nga njerëzit që e duan pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht po themi shkaqeve të ndryshme që Shqipëria u jep sot të rinjve, sidomos për t'u larguar, por ka dhe shembuj të ndryshëm që
njerëzit do duan të qëndrojnë këtu, duan të qëndrojnë këtu, çdo familje e re e krijuar, çdo iniciativë e re çdo ndërmarrje e re në biznes apo në çdo sferë tjetër në Shqipëri, për mua është një lajm i gëzuar, i gëzueshëm, sepse çdo lajm i tillë i jep sadopak shpresë. Çdo dasëm është një lajm i mirë, çdo martesë është një lajm i mirë. Dhe në fakt ti e tregon, Gent, edhe përmes kësaj që tregon që të ardhurit nga një gjyshe fisnike që nuk mbart këto ndjenjat e urrëties, pastaj përçon edhe tek ti këtë fisnikëri dhe këtë dëshirë dhe këtë patriotizëm për të bërë më të mirën për vendin. Kështu që besoj që edhe ajo është krenare me angazhimin tënd. Kjo sigurisht. Ja me Besoj sigurt. që të jem sadopak i ngjashur në këtë pjesë. Po. Dhe me që jemi këtu tek krenaria, ti je angazhuar me Fondacionin Fundjavë Ndryshe, një fondacion bamirës, ku shpërndanit ushqime fundjavave për familjet në nevojë, por jo vetëm ushqime, për rreth 6 vite, apo jo. Pra ke qenë koordinator për qarkun e Korçës. Si u lidhe me këtë iniciativë? Me anë të miqësive të përbashkëta me drejtuesit e fondacionit, por sigurisht që edhe në bazë të dhënave nga institucionet përkatëse, Pogradeci hyn tek qytetet, një ndër qytetet e varfër në Shqipëri. Po. Njëra familje të cilat përfitojnë nga ajo, nga ashtu quajtur asistencë sociale që në fakt vazhdon të jetë një tallje mjerueshme. Por ka qenë një nga eksperiencat që më ka shënjuar jetën, në fakt, më ka bërë të kuptoj shumë emocione të cilat nuk do i kisha përjetuar kurrë. Çdo vizitë, në çdo familje të tillë, në kushte posaçme, ekonomike. Si përzgjedhnit familjet? Në fakt, fillimin vinin ata që na kontaktonin dhe pastaj edhe nëpërmjet vullnetarëve tan kishim po themi sugjerimet tona ku ne shkonim, i vizitonim dhe vitin e parë, kjo vitet të tjera pastaj, sigurisht që patëm një njohje më të mirë të territorit, sa i takon kësaj pjese, dhe sigurisht që çdo vizitë në secilën prej këtyre familjeve është një njohje shumë e mirë me një realitet që në fakt nuk është dhe aq periferik. Dhe patjetër që në çdo shtëpi ku kemi hyrë, sigurisht që kemi lënë një pjesë tonë aty brenda dhe sigurisht që edhe sot në kushte të caktuara vazhdoj të përpiqem të jem sa më shumë në kontakt me ta edhe është duke shpresuar se një ditë do të kemi më shumë gjëra në dorë për të ndryshuar. Ka ndryshuar disi jeta e tyre, sepse jo vetëm ushqime, sigurisht se ushqimet i japin ndihmë, po për një kohë të shkurtër, po edhe me strehimin ju keni pasur ndikimin tuaj atje, apo jo? Pra e keni rregulluar shtëpitë, si ka qenë, sepse kam pas dhe unë një eksperiencë me Fundjavë Ndryshe, nuk e di apo jo, ndërkohë që bëja jo vetëm modë atëherë, madje disa të tilla, edhe ka qenë një përjetim shumë i veçantë. Mund ta ndaj këtë eksperiencë. Fatmirësisht disa familje ku persona të caktuar kanë qenë të pamundur nga ana shëndetësore, ekonomikisht shumë keq, në gjendje në shtëpive të tyre mizerabël. Kemi pasur mundësinë që nëpërmjet fondacionit në Tiranë t'i strehojmë me shtëpi të reja edhe pranë qendrës, pranë spitalit, pranë shkollave në Pogradec. Disa fëmijë në fakt që foshnja kryesisht kemi mundur të sigurojmë operacionet goxha të kushtueshme për rikthje vërtetës jashtë Shqipërisë. Në fakt, unë vazhdoj të besoj tek mirësia e çdo kujt për sa kohë, në qoftë se ne publikonim një rast shumë ma mblidhej në një kohë të shkurtër, është një arsye më shumë të besuar se ky vend ka akoma shpresë. Absolutisht, po. Shpresë për të besuar që e mira është më e madhe se sa errësira. Dhe sigurisht që është një nga eksperiencat që patjetër nuk do harroj kurrë, dhe që pavarësisht angazhimit në politikë, çka binte ndesh një farsoj me angazhimin. Po pra, atë do të thoja. Do të thënë kishte një lloj konflikti aty brenda. Jam detyruar ta ndërpres, domethënë këtë angazhim, po themi zyrtarisht, kur jam zgjedhur kryetari i Degës Partisë Demokratike në Pogradec, por asnjëherë pa u shkëputur gjithmonë nga ato familja, duke qenë me sa mundësi kemi pasur për të vazhduar të ndihmojmë, sepse ndihma nuk mund të jetë specifike thjesht materiale.
dikush ka nevojë për një shërbim, dikush ka nevojë thjesht për një komunikim, një bisedë. Shumë prej tyre mund ta kenë vështirë të flasin me dikë tjetër. Dikush mund të ketë nevojë për nevoja fare të thjeshta dhe shërbimi mbi të gjitha është një lloj kontributi edhe ky për dikë tjetër që mund të jetë në një kohë caktuar në kushte jo të mira. Dhe në fakt angazhimi jot në politik përpara se sa ti jesh kryetar degës dhe ti jesh bashkuar shumë bindshëm lëvizjes së foltores dhe rithemelimit, ka nisur më herët, pra ti po bën thuajse 20 vjet i përfshirë në politik. Pogradeci është një vend i mrekullueshëm nga natyra, me njerëz të mirë, punëtor, të butë, do thoja, por nuk e di si e gjen ti politik bërjen në Pogradec. Pra si e shohin pogradectarët situatën politike, çfarë duan ata të ndryshoj, çfarë shef ti se mund të ndryshoj për Pogradecin? Në fakt, rreth moshës 15-16 vjeçare kam shkelur për të parë në selinë e PD-s në Pogradec, në forumin rinor të asaj kohe, por një detaj është që moshën 3 vjeçare, 4 vjeçare, duke shkuar tek shtëpia e gjyshit në një fshat shumë pranë Pogradecit, gjithmonë më mësonte të ngriha dy gishtat lart. Dhe ai thot me shaka që Genti nuk i ka ulur akoma për atë kohë, por patjetër që është një traditë familjare, është një përkatësi e së djathtës kryesisht. Dhe në Pogradec, në çdo fushat elektorale jam përpikur të jem aty, në vitet caktuar kanë qenë zëdhënës i degës aty në një fushat shumë të mirë elektorale të zgjedhjeve lokale në vitin 2011. Pastaj vazhdimisht në departamentet caktuara, sekretar organizativ dikur dhe pastaj kryetar dege, por gjithmonë duke qenë një lloj ndihme në prapaskenën e kandidatëve. E kandidatëve për kryetar bashki, e kandidatëve për deputet, diku mund ta kem ndihmuar me fjalime, diku mund ta kem ndihmuar me ide, projekte, derisa bashkë me një ekip të rinj kryesisht kemi vendosur që ndoshta është koha për të mos qenë më në prapaskenë, është koha që tu përgjigjemi kërkesës, nevojës që qyteti ka për të përfaqësuar drejtësisht me të rinj. Cila është kjo nevojë që ka Pogradeci? Nevoja për përfaqësim, nevoja për të dëgjuar zëri një qyteti kulturalisht elitar. Përveç se një qytet shumë i bukur, jashtëzakonisht i bukur, por dhe një qytet që ka prodhuar koloset e vet të letërsisë, ka prodhuar ndoshta piktorët më të mirë që sot Shqipëria ka. Pra piktorët që fatmirësisht i kemi aty në qytet dhe bëjnë patjetër jetën e vet artistike, intelektuale në atë qytet, që unë në fakt nuk e mbaj mend kur ka qenë e fundit që emri i këtij qyteti të jetë dëgjuar në foltoren e parlamentit. Tashmë jemi në një situatë goxha të vështirë dhe do duhet ta mbrojmë atë qytet me çdo kemi mundësi, në çdo mundim. Dhe patjetër që unë jam aty, do jem aty për të qenë gjithmonë me ata njerëz. Unë e shoh përkushtimin tënd në kauza bamirëse, në kauza politike, e megjithatë unë të shoh ty ende vetëm, pra të pamartuar. Pse kjo zgjedhje? Ose ka qenë zgjedhje apo ka qenë rasti? Nuk ka zgjedhje, unë jam po themi besimtar tek institucioni familje. Kam pasur edhe unë sigurisht ato dashuritë e mia të mëdha. Por për cilat me siguri që do ke shkruar diçka. Fatkeqësisht po. Sepse ndoshta nuk i rikthehem të shkruarit për çështje të tilla, është një temë që ndoshta me moshën njeriu ndryshon. Dhe sigurisht që mezi pres dhe unë të jem bashkëshort, mezi pres të jem baba. Pra e do familje. Patjetër që po. Dhe sigurisht që familja është një nga shtyllat kryesore të së djathtës, të vlerave që edhe Partia Demokratike promovon edhe mbron. Besoj shumë që në të dyja, po themi, rolet, babaj dhe bashkëshort, shpresoj shumë që mund të jem goxha mirë, por kjo mbetet për të parë dhe sigurisht që nuk jam unë ai që duhet të flas për këtë, por nesër personat e tjerë. Patjetër. Faleminderit për këtë bisedë dhe uroj shumë
që Partia Demokratike në Pogradec dhe kudo tjetër të shkoj drejt fitores dhe ti të kesh vendin tënd. Faleminderit ju, dhe unë kam besime plot që shqiptarët janë të mezipritur për një ndryshim dhe një rikthim në normalitet mbi të gjitha, me ekipe të përgjegjshme qeverise dhe mbi të gjitha me njerëz tek të cilët mund të kesh besime edhe nëse i dorëzon çelësat e shtetbërjes, siç në fakt e kanë treguar edhe më herët, për të shpëtuar në fakt nga ky banalitet prej 12 vitesh, paktën përtej korrupsionit edhe të gjithave, por kemi nevojë mbi të gjitha për një revolucion shpirtëror tek i cili do dua shumë që të shkojmë në 11 maj. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit.